Tani do bëhemi më social, do bëhemi më shumë komunikues, do dalim më shumë nga ajo guaska jonë e brendshme ose nga shtëpia. Do guxojmë për gjëra të reja, do bëhemi më shumë kurioz për të provuar sa më shumë gjëra të reja, për të njohur njerëz të ri, për të parë oportunitete të reja si karrierë. Binjakët njihen si flutura sociale e zodiakut. Nuk ndikon vetëm shenja e diellit tek karakteri ynë ose mënyra se si ne mendojmë gjejmë. Shenja e diellit quhet shenja e parë. Po, shenja e parë që ne njohim dhe kryesisht pjesa më e madhe njeh vetëm shenjën e diellit dhe nuk di diçka më tej. Po, shumë e rëndësishme është ascendenti, është Marsi, është Venusi, është Jupiteri, ke Pluton, Saturnin, domethënë janë shumë të gjitha këto pastaj, po ti interpretosh të gjitha këto, ti kupton më shumë mbi veten tënde dhe kupton mënyrën se si mendon, mënyrën se si vepron, si ndjen emocionet, si përballon to emocionet, mënyrën se si ti merr përgjegjësi, të lexosh hartën dhe të interpretosh hartën tënde të lindjes është diçka shumë e vlefshme për të gjithë njerëzit sepse bën që të kuptosh më shumë veten tënde dhe nuk po them kam vetëm diellin në dash, e kam të tjerë tjera që jam stable në dash, kam hënën, kam Venusin, kam edhe ascendenten. Domethënë kam 4 elemente shumë të rëndësishëm. I kam dash. Domethënë janë 12 shtëpi, secila simbolizon njërin prej shenjave dhe 12 shtëpi, secila prej tyre është përgjegjëse për diçka. E para për shembull është përgjegjëse për imazhin, për veten tënde, kush je ti në qendrën tënde, në esencën tënde. E dyta për shembull është për të mirat materiale, treta është komunikimi, pastaj ke 12-ën për shembull 12-a është shumë shpirtërore, ka të bëjë me atë aspektin mistik, ka të bëjë me atë që ti e ndjen, por nuk e shikon pra me gjën të ndjeshme, por jo të prekshme. Doja të thoja paraprakisht që është një detaj shumë i rëndësishëm në birth chartin tonë, në hartën tonë të lindjes, që është Chiron, i cili është përgjegjës për pjesën se çfarë plagë kemi ne këtë jetë, domethënë çfarë është një gjë që na mundon gjithë jetës, dhe çfarë duhet të shërojmë ne energjetikisht po flas, çfarë duhet të shërojmë brenda vetes, dhe unë them gjithmonë, më thuaj ku ke Chironin, të them çfarë duhet punosh gjithë jetën tënde për ta shëruar këtë gjë. Edhe orë për saktuar. Po, duhet sepse të duhet edhe ajo shtëpia sepse bën diferencën ku e ke. Për shembull, kur energjia drejtohet nga planeti Mars, ka të bëjë me aksionet, ka të bëjë me veprimin, në mënyrën se si ne veprojmë, edhe është çështja që mund të kemi ditën e martë tendencën për të qenë pak më të agituar, pak më të acaruar, pak më të zemëruar. Edhe unë këshilla që jap unë gjithmonë për ditën e martë është që gjithë atë zemrimin, gjithë atë energji kaotike që ju zë prej Marsit, kanalizojeni në një veprim që rezonon me ato qëllime që ju keni për të ardhmen. Pra ndërmerrni aksione që rezonojnë me ju ose me qëllimet që ju keni. Domethënë, sepse kaosi është shumë i bukur. Kaosi o mund të shkatërrojë ose edhe mund të krijojë. Domethënë, ideja është që ti përdor ngjyrat sepse secila ngjyrë ka një frekuencë dhe ka aftësinë për të ndryshuar psikologjinë, humorin edhe emocionet e tua. Si bëhet kjo kromoterapia? Domethënë, mund të përdorësh në forma të ndryshme. Një për shembull është veshja. Si ti vishe sepse ti ekspozohesh ndaj një ngjyre të caktuar. Tjetër për shembull është ushqimi. Ti të zgjedhësh ngjyrat. Për shembull kur do rrënjëzim, të hash panxhar, të hash rrepa,